Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të nënshkurtit, skenari më real për formimin e qeverisë po konsiderohet që Lëvizja Vetëvendosje si partia fituese, Nisma Social-Demokrate që ka fituar 3 deputet dhe komunitetet jo serbe të formojnë qeverinë e pakicës me 61 deputet. Sipas politologut Seb Bytyçit, të gjitha kombinatorikat ekzistojnë që partia Albin Kurtit të formoj qeverinë, derisa shprehet më skeptik që një gjë e tillë të ndodhë nga partitë e tjera. Në bazë të rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, të cilës u kishte bashkuar edhe Alternativa dhe Lëvizja Guzo, ka fituar 42.30%, PDK-ja 20.95%, LDK-ja 18.27%, si dhe AK Nisma 7.06%. Sipas kësaj, LVV-ja ka fituar 48 deputet, PDK-ja 24 deputet, LDK-ja 20 deputet, AK Nisma 8 deputet, si dhe komunitetet jo shumicë 20 deputet. Bytyçi për Kosova Press thosë se në bazë të këtyre numrave, sipas të gjitha gjasave, qeveria e ardhshme do të formohet nga LVV-ja, Nisma dhe komunitetet jo serbe. Logjikisht duhet të sigurohen 61 deputet. Tash te numri 61 mund të arrihet në mënyra të ndryshme, pra përmes koalicioneve të ndryshme ose përmes ajo që quhet qeveria e pakicës, pra nëse votohet qeveria e udhëhequr nga vetëvendosja, mirë po pastaj partitë tjera nuk futen në koalicion, por thjesht e votojnë në mënyrë që të funksionojë qeveria, mirë po dihet që pastaj kjo qeveri do të kishte probleme për aprovimin e ligjeve. Mirë po numrat ekzistojnë që ka permutacione ndryshme që të bëhet një koalicion me të paktën 61 deputet. Kemi për shembull Nismën me 3 deputet që mund ta çojë numrin deri në 61, kemi edhe AK-n, por edhe partitë e tjera, pra do të zgjidhet një nga këto permutacione që e çon numrin në 61. Sipas traditës politike, domethënë kjo njihet edhe në politologji, ajo që ndodh është që zakonisht shkohet me partinë më të vogël të mundshme, e që në këtë rast i bie që të jetë Nisma dhe sipas gjitha gjasave mundësitë më të mëdha janë për këtë koalicion. Ai thotë se mundësia ekziston që opozita të formojë qeverinë, mirë po sipas tij gjasat për një gjë të tillë janë të vogla. Kjo mundësi ekziston, mirë po gjasat më të mëdha janë që të formohet qeveria e re me një koalicion me një parti të vogël, kurse shkuarja në opozitë e vetëvendosjes, domethënë nuk mendoj që është një mundësi që është e pëlqyeshme, sepse edhe partitë opozitare po në një farë mënyrë po presin që të rriten më shumë. Edhe gjithashtu po edhe si më thonë kushte të ndryshme që i vendosin njëra tjetrës dhe nuk është lehtë edhe që të formohet një qeveri nga partitë opozitare. Thonë ajo mundësi ekziston sepse ka pretendime të vazhdueshme për formimin e qeverisë nga opozita, mirë po ende është herët flitet për një mundësi të tillë konkretisht, sepse ekzistojnë numra kombinatorika që vetëvendosja ta formojë qeverinë. Përderisa nuk ndodh ajo dhe nëse për çfarëdo arsye vetëvendosja e sheh më të volitshme të shkojë në opozitë, atëherë ndoshta i hapet rruga opozitës, mirë po nuk e shoh shumë të mundshme këtë opcion. KQZ ka shpallur rezultatet përfundimtare dje me 15 mars. Hapi tjetër pas shpalljes së rezultateve është certifikimi i tyre, me të cilin edhe nisin afate zyrtare për konstituimin e kuvendit dhe për formimin e qeverisë.